16 vjeqe, ke deklaru ti, më pengoj ke fama. Po, më ka pengu fama, nuk e di pse. Cila pjesë e fama? Jeshtë ajo pjesa që nuk mundesh me qenë kur je me familjar, ma e lirshme, ndoshta dhe kur e je re i ki ato komplekset që jo mos po më shet dikush, diçka, jo që kemi bërë diçka të pahishme ose po qoftë që për shambull edhe për një akullore në plazh ose ku do qoftë, je nditë digjur si e kompleksume. Për ata kam thonë që pak fama më ka pengu. Me mente sotit atë kish pengu? Jo, asnjëherë. Ndoshta kisha ditë me menaxhu shumë mirë, po ja që mendoj që përmes ma shumë e kanë dëshirën edhe entuziazmin me marrë pjesë vajzat e reja, edhe kështu që tash ndoshta përmes nuk kisha marrë pjesë, po kisha... Jo, po si kur ti kishe pjekurin e tanisht, po mendoj që po, ashtu po, normal. Kusht ka që ndëru afer gjatë kësaj periude? Kusht një farë ka qetësu që të mos e marrësh për keq famën, po ta shijosh dhe ta marrësh më të mirën prej saj? Printe mi, mas shumëte, ata më kam përkra në gjdo hap që kam marrën, në gjdo aspekt. Mandej edhe familjar pak ma të gjere, shoqënia jam. E thanë në herë, ma mirë mos kisha marrë pjesë. A je bo pishmon në herë që ka po shkoj po mjojnë? Po, kur kam qenë atë kohë e re, po, ashtu ka ndodhë nga njerë që kam thonë, po më varët me disa raste, jo, po nga njerë ndihesh edhe e veçantë, e privilegjume, kur njerës të afrohen, të flasin, e din kush je edhe, normal, ndihesh me fatë,